Ky segment u mundsua pjesërisht nga Sani Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Samia Demin. Mirëdita, të nderuar teleshikues të pasqyrës shqiptare. Ju përshëndes këtu nga Hyde Parku në Toronto, ku ardhja e pranverës ndjehet më mirë se kudo tjetër. Sot, për herë të parë për ekranin ton, vjen Roy Hussein, një pjesëtar i brezit të vjetër të shqiptarëve në Kanada. Para disa kohësh, Roy u nderua me një dekorat të lartë nga guvernatori i përgjithshëm i Kanadas. Arsyet do t'i mësoni në specialen që kemi përgatitur me këtë rast. Por në segmentin e parë, do të ndiqni bisedën me konsullin e nderit të përgjithshëm për Greater Toronto Area, Ervin Musta, në lidhje me objektivat e tij 2 vjeçare. Para disa ditësh, ishim të ftuar në zyrën e zotit Ervin Musta, konsull nderi përgjithshëm për Greater Toronto Area, për të njohur me objektivat e tij për 2 vitet në vazhdim, ja edhe biseda. Zoti Musta, në radh parë, mirë se erdhët në minutat e pasqyrës shqiptare. Faleminderit Ilir, kënaqësia është ime. Që kurse u zgjodhët në detyrën e konsullit të nderit përgjithshëm për Greater Toronto Area në janar të këtij viti, a keni përgatitur një plan pune? Çfarë do të merrni përsipër gjatë kësaj periudhe që do të jeni ngarkuar në këtë detyrë? Patjetër Ilir, unë kam përgatitur një plan pune, i cili fillon prej janarit 2013, janar 2015. Janë parashikuar disa pika të cilat unë i kam quajtur si pika shumë të rëndësishme për t'i parë me një shikim të veçantë. Cilat janë këto? Mund t'i merrni me radhë? Pikë së pari është promovimi, ose më saktë të themi java e kulturës shqiptare. Nuk po themi se tani nuk ka aktivitete tilla, por mendohet që ato të kenë një organizim më profesional dhe më bashkëpunues. Aty do ketë një fokus të veçantë për faktin sepse deri më tani jemi përpjekur që të mbajmë të gjallë kulturën dhe artin shqiptar, por vetëm brenda komunitetit shqiptar. Ne na del një detyrë më e madhe ta promovojmë atë dhe në komunitetet e tjera apo dhe në shoqërinë kanadeze. Dhe më tjerë. Ju do të jeni në rolin e nismëtarit apo të koordinatorit apo të një mbështetësi? Këtu duhet një bashkëpunim i qendrës komunitare, e cila ajo tashmë ka përparuar në organizimin e saj dhe detyrësime si konsull. Pra një nga objektivat tuaja është edhe hapja e një qendre komunitare? Sikur se kam shprehur në intervistën e parë, unë jam duke punuar për hapjen e një qendre komunitare. E cila do të jetë një qendër shërbimesh, përfaqësimi, çfarë karakteri do të ketë? Kjo do jetë pikë së pari do jetë një qendër e cila të bëjë të mundur bashkëpunimin e të gjitha organeve të cilat operojnë sot në GTA Toronto dhe më gjerë dhe në Kanada, të cilat lozin tashmë si instrumenta të veçantë. Detyra jonë do jetë që ne me këto organe ne të krijojmë një orkestër të vërtetë, që zëri i komunitetit shqiptar të jetë patjetër shumë më i fortë se sa është aktualisht. Qendra në radhë të parë nuk do ketë antarësime me pagesë të qytetarëve shqiptar. Do ketë një menaxher, administrator të përgjithshëm, do jetë përbërë nga një staf prej 7 antar bordi që do jenë quhet bordi drejtues dhe asambleja pastaj do shoqërohet me të gjithë kryetarët e këtyre organizatave që folëm pak më parë. Orientimi i kësaj qendre është dhënia përparësi problemit kryesor ose një iniciative e cila duket që ka vlera apo që ka një interes të veçantë. Pra me sa kuptoj, ju do kërkoni që në këtë qendër të përfaqësohen gjithë organizmat duke përfshirë institucionet fetare, shoqata të ndryshme? Patjetër. Kjo është Nuk do dubloni dikë tjetër domethënë me këtë? Nuk ka mbi vendosje. Nuk ka mbi vendosje, jo asnjëherë. Ju nuk do të merreni me koncerte me festa? Jo, nuk ka sesi sepse pak a shumë të gjitha këto institucione të tjera janë të kualifikuara. Sa janë, po janë të kualifikuara. Këto nuk kanë nevojë që të humbasin energji në luftë me bashkëdhetarët e tyre. Këto më tepër ndjejnë nevojën e një mbështetje për të arritur një realizim më profesional dhe një realizim më frutdënës. Tjera objektiva për këtë periudhë që përmendët 2 vjeçare? Objektivi tjetër është, po vazhdoj në objektivat kulturore, është edhe dhurimi i disa sendeve ose materialeve historike dhe kulturore shqiptare në Rom,
në Royal Ontario Museum, një kënd I cili mungon sot Komiteti Shqiptar, pranë atij muzeumi I cili ka vlera të jashtëzakonshme. Për çfarë objektesh bëhet fjalë? Objekte kulturore, veshje tradicionale. Shqipëria ka një histori shumë të gjatë e cila nuk e bën të vështirë mundësimin e paraqitjes saj në mënyrën dinjitoze në atë muzeum. Keni ndërmarrë hapa konkret në këtë drejtim? Tani jam duke punuar sepse nuk është e thjeshtë të flasësh për dhurata të tilla, ato kanë një kosto dhe financiare, por ne jemi duke u përgatitur për ta realizuar këtë objektiv. Jemi shumë herët I lirë. Unë kam filluar, ky plan I përket muajit të parë të 2013 dhe finalizohet në muajin e parë të 2015. Kur po bisedonin pak më parë më përmendet edhe përpjekjet që po bëni për të binjakëzuar bashkitë e dy qyteteve të Tiranës dhe të Torontos. Në radh parë çdo thot binjakëzim dhe e dyta konkretisht si do të realizohet kjo? Binjakëzimi është objektivi maksimal nëse të kujtohet në bisedën që patëm më parë. Objektivi kryesor është që ne të fillojmë dhe të krijojmë një bashkëpunim dhe komunikim ndërmjet dy bashkive, të Torontos dhe të Tiranës. Këtu të fillojnë dhe shkëmbimet e eksperiencave, ndihmat dhe shumë gjëra të tjera të cilat janë të domosdoshme për një bashki sikurse është Bashkia e Tiranës, cilën e ka të domosdoshme sepse po flasim që Bashkia e Torontos është një nga bashkitë më të mëdha, është një ndër bashkitë më të mëdha të North Amerikës. Dhe patjetër që kushdo bashki tjetër e nivelit të Bashkisë Tiranës do ta kishte të dëshiruar bashkëpunim me një institucion të tillë. Zoti Musta, ju jeni në detyrën e konsulit të nderit të përgjithshëm, një detyrë honorifike e cila nuk paguhet. Gjithë këto objektive që I keni vënë vetes kanë kosto, jo vetëm financiare, por edhe kosto kohore. Si I përballoni ju këto shpenzime? Ndarja e kohës, kjo është një pyetje vërtet shumë interesante, e cila më kryesisht në familja vjen së pari. I kam hequr kohës sime private me familjen dhe pak nga koha e biznesit. Dhe ja kam akorduar këtij lloj shërbimi. Marrja e një detyre të tillë është një përgjegjësi shumë e madhe. Nëse dikush e ndjen përgjegjësinë për çdo akt dhe veprim që kryen, në momentin që e merr një detyrë të tillë, patjetër duhet të punoj. Njeriu me të cilin do të njiheni tani është Roy Hussein. Para disa kohësh ai u nderua nga guvernatori I përgjithshëm I Kanadas me dekoratën për përkujdesje. Është një dekoratë e lartë që u jepet njerëzve për meritat e veçanta altruiste, siç thotë edhe shënimi në dokumentin shoqërues, për ndihmesë të jashtëzakonshme dhe vetmohuese. Në rastin e Royt, ky vlerësim I lartë ka një domethënie akoma edhe më të madhe, për faktin se Roy është shurd I lindur. 65 vjeçari Roy është lindur në Kanada nga dy prindër shqiptar. Ijati, Rakipi prej Bitinskës, është vendosur në Kanada në vitin 1930, ndërsa ema, Fidaria prej Sinicës, 9 vjet më vonë. Nga martesa e tyre lindën 3 djemë, Soni, Roy dhe Deni. Roy, djali I mesëm, lindi me një kufizim të rëndë, mungesën pothuajse të plotë të dëgjimit. Me Royn më njohu miku im Abner Liço, djali I të ndjerit Sulejman, të cilin shumë vite më parë e pata intervistuar për pasqyrën shqiptare. Në bisedë me të mësojmë se ijati I Royt ka patur një dyqan të vogël në Bloor këtu në Toronto, ku lustronte këpucë, pra një shoe shining business. Gjithashtu ai na tregon edhe rrethanat se si u njoh me familjen e Royt. When we moved from this United States to Etobicoke, that's when I became acquainted with Roy and his family and basically grew up like family. Roy's been basically a cousin to me all my life, and his mother's been like an aunt to me. Me gjithë kufizimin e madh fizik, jeta e Royt duket se mori një rrjedh disi normale, pasi ai që herët u trejnua të lexojë lëvizjet e buzëve të njerëzve dhe të flasë, ndonse me pak vështirësi. Si njëri prej atyre që propozuan Royn për dekoratën, Abneri shpjegon se çfarë ka bërë miku I tij për ta merituar atë. Well, first, it definitely wasn't me alone, and as a matter of fact, I think I played a pretty small part. There were other people involved, and
Roy's brother Danny Hyson also played a significant role in doing a lot of the legwork for it. It's been a long process. It's not an easy thing. We started in about 2007, just putting all the pieces together, and it took 6 years to actually come to fruition. The award that Roy won, the Governor General's Award, he won that because Roy, for the past more than 20 years, has given so much to the deaf community, and started basically on his own a Canadian Deaf Hockey Association, and he's been involved at different levels, and till today he's currently the general manager, and he puts in, I would say, as many hours as a full-time job, making sure that things work out fine. You mentioned to me earlier that he's also involved in Albania. What type of community work is he doing there? I'm not really sure the specifics, but I know Roy in his travels, because Roy's traveled across the globe with his hockey team, working in playing with other deaf communities around the globe. But I know that Roy identified a need in traveling to Albania, because Roy has family there, that the deaf community in Albania wasn't being served properly. And so for the past, how many years in Albania working with the deaf community? I've been how many years? 3. Yeah. So for the past 3 years, he's been working to help establish a school, working with stakeholders there to just make sure the resources are there for deaf kids. A lot has happened. There's a school for kids up to grade 6 or grade 8. Right now, there's currently a school for kids up to grade 6. Yeah, so the need is there, and he's going to be going back this summer to work with politicians and government people to see if further education could be established for these young people, high school and even higher education. You know him since childhood, so you are a very reliable source to ask my next question. What strikes you most about him as a person? Roy has done so much, and it kind of came as a surprise sometimes reading the statistics about Roy that he had done all this, because he doesn't talk about it. He's not somebody who brags about himself. So I would say his most admirable goal is his humility. I mean, he's a very humble guy, great sense of humor, but he's just not somebody who would, in conversation tell you about all his accolades. I'm very happy that he has gotten this award, but really didn't know what was happening behind the scenes, and certainly wasn't aware of the work he was doing in Albania until recently. Roy's a role model for all people, whether hard of hearing or not. I mean, similar to a lot of us, his parents came to this country with very little, and Roy has done so much. He's a professional in his career. Works for has a great job working for the Ontario government. He's brought up 2 incredibly successful and amazing young women. So Roy's a role model to all people, especially Albanian immigrants. What Roy means to people with special needs, I think, is even words can't describe it. I think he's more than a role model. He's an inspiration, and he's somebody who's just doesn't talk about making a difference. He's really made a difference in people's lives. Ky segment u mundësua nga Dea Marble, punime graniti dhe mermeri nga një prodhues shqiptar. Në vazhdim të dashur teleshikues, dëshiroj të njoh me disa nga të rejat më të fundit të komunitetit shqiptar në Kanada. Fillojmë me një lajm nga Montreali. Në datat 26, 27 dhe 28 prill, në një prej ekspozitave të shumta të pikturës në Montreal, piktori shqiptaro-kanadez Kastriot Dervishi me origjinë nga Berati qeli një ekspozit vetjake me punimet e tij më të mira të realizuara gjatë viteve të fundit. Kastriot Dervishi është një artist i shkolluar në sistemin e plot artistik të Shqipërisë dhe me një veprimtari të dendur dhe të shtrirë gjeografikisht në Shqipëri, Kosovë, Itali, Hungari, Turqi, Spanjë, Marok dhe tani së fundi në Montreal të Kanadas. Siç shihet edhe nga disa prej punimeve të tij, Kastriot Dervishi bie në sy për shprehjen e fuqishme emocionale nëpërmjet ngjyrës, duke sjellë në përgjithësi peizazhe të njohura si Berati apo Quebeku, në të cilat spikat dashuria për këto vende. Ekspozita tërhoqi shumë vizitor vendas, si dhe shqiptar me banim në Montreal dhe Ottawa. Piktori Kastriot Dervishi ka edhe një faqe interesante në internet,
ku mund të merret më shumë informacion mbi biografinë dhe punimet e tij. Një grup bashkëdhetarësh nga St. Thomas, London dhe Toronto u mblodhen për herë të parë në një turne shqiptar golfi për të përhapur sportin në fjalë, si dhe për të nxitur afrimin e shqiptarëve me njëri tjetrin. Në këtë këndvështrim, siç na njofton njëri prej pjesëmarrësve, Kujtim Lumani, antar i shoqërisë shqiptare për St. Thomas dhe London, ky turne ishte një sukses i plot. Me këtë rast, organizatorët falenderojnë të gjithë pjesëmarrësit dhe njoftojnë publikun e gjerë se këtë turne përurues do ta pasojnë të tjerë të përvitshëm. Njoftimet e ardhshme do të përcillen përmes pasqyrës shqiptare. Shoqata shqiptaro-kanadeze e Torontos është themeluar në nëntor të vitit 1990. Misioni ynë është të ruajmë dhe kultivojmë vlerat kombëtare, kulturore dhe artistike. Ne veprojmë pa ndarje, krahinore, politike apo fetare. Shoqata përkrah integrimin e shqiptarëve në Kanada. Mendoni për brezin e ri, përkrahni shoqatën tuaj. Antarësohuni sot. Të dashur bashkëdhetar, Frederik Noci, këngëtar i talentuar dhe mjaft i suksesshëm si brenda Shqipërisë, ashtu edhe në diasporë, i ftuar në Toronto. Interpretimi i tij live me muzikë nga të gjitha krahinat e Shqipërisë do ta bëjë mjaft interesante mbrëmjen e organizuar me këtë rast, më datën 2 qershor, ditën e diel, në Ellas Banquet Hall. Frederik Noci në Toronto. Për rezervime dhe informacione të mëtejshme, telefononi në numrat e poshtë. Erdhi çasti të dashur teleshikues për të përshëndetur së bashku. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj të gjithëve një pasdite sa më të këndshme. Miropafshim të shtunën e ardhshme. Pasqyra shqiptare falenderon për mbështetjen që dha në realizimin e këtij emisioni Musta & Company Insulation Incorporated.